Apo kjo mazhorancë ka arritur të penetrojë deri në Partinë Demokratike, deri tek opozita dhe të blej disa emra të rëndësishëm brenda saj. Si përgjigjeni ju këtyre zërave, ose këtyre insinuatave, ose këtyre akuzave? E gjitha kjo ka një guzhinë e narkosit. Pse? Sepse mendon që ne do të bijem në graskën e Ramës dhe për çdo ministër të Ramës ne të merremi Balluku është zëvendës kryeministri i Ramës. Nuk është thjesht ministra. Po, dhe por ama mos harro. Prapa Ballukut është Rama. Pse Rama zguzon ta lëshoj Ballukun? Sepse ajo s'ka bërë asgjë pa urdhrin e Ramës, pa miratimin e Ramës. Pra ne themi këtu, ne jemi sot këtu dhe dita e hënë është reagim për dyshen Rama Balluku. Pra jo vetëm Balluku. Intereson Ramës që në gjithë të situatë ne të ndajmë Ramën nga Balluku. Jo. Ne fillojmë qerin ditën e hënë si parin e protestave, identik siç kemi bërë te Lali Vjedhsi, para selisë së kryeministrisë, sepse ajo është protest thuhet se janë marrë urdhra edhe nga zonja Balluku në bazë të disa përgjimeve që janë zbuluar. Të gjitha këto gatuhen në kuzhinën e narkosit. E kuptoj. Për të krijuar zhurmënaja si kjo e fletirës të famshme të zotit Berisha, për të shfokusuar, jo, ka një gjë, Lali Vjedhsi ishte një keqe e madhe në krye të Bashkisë Tiranës dhe duhet ikte, dyshja Balluku Rama janë një keqe e madhe në krye të qeverisë dhe ne do instalohemi aty. Pra, kjo protest ka në fokus dyshen Rama Balluku, thoni ju. Në orët e pasdites është vendosur të organizohet... Nuk ka shans kush, sa do kuzhina e narkosit të sajoj dhe të prodhoj, të fabrikoj trillime, nuk do të ketë kush shans të ndaloj këtë vendimarrje të opozitës për të instaluar në mënyrë të përjafshme por zyrës e narkosit dhe nuk do të ketë kush shans që të devijoj vëmendjen e opozitës nga kreu i narkosit. Balluku është thjesht një ushtare e narkosit dhe ka kryer çdo detyrë sipas urdhrave që i ka dhënë kreu i narkos. Ky është opinioni i Partisë Demokratike, i opozitës, dhe për këtë ne nuk do kemi ndarje. I vetmi njeri që dëshiron sot në Shqipëri që dëshiron që ne të merremi vetëm me Ballukun është Rama. Jo, asgjë nuk është e ndarë mes tyre, ata janë bashkë dhe ne do jemi kundër tyre. Ju do të stacionoheni përpara kryeministrisë, pra do të grumbulloheni nga besoj e gjithë Tirana dhe do të vendoseni përpara kryeministrisë. Sa do të qëndroni aty? Pra, cila është strategjia që do të ndiqni këtë herë përmes protestave tuaja? Ne kemi diskutuar gjitha variantet. Por ne vendosëm që të instalohemi aty. Janë shumë faktorë. E para është skandali. Ju jeni dëshmitar. Skandali tunelit është i frikshëm. Janë ngrënë urat. Urat. Në projekt ishin urat. Ka pa shqiptar kush ura atje? Ai Greku, që ishte supervizor, flet për punime me cilësi të dobët. Rrezik për jetën, po. Pra, çfarë ka ndodhur? Ishte 140, u bë 110 etj. Ka është një skandal që po viten taksat shqiptarëve. Dhe kompania turke që u shpall fitues, jo po ju them unë gjë. Kishte këllqe, ju mendoni kishte këllqe Belinda të shpallte një tender të anullonte po vetë ta bëte përzyti? Narkosi. Se me firma turke kush është? Narkosi. Tani, ne të njëjtin gjë, patëm konsistencë në qëndrimin ton kundër Lali Vjedhsit dhe ja ku është Lali Vjedhsi. E njëjti mekanizëm do instalohet edhe para kryeministrisë. Pra do të jetë e përjafshme. Po, e përjafshme dhe e pandashme. Okej, do të jetë ndërlidhur me një ditë të veçantë apo jo? Do ta them. E kishim shumë të thjeshtë të bënin një protestë madhe kombëtare dhe t'i kthejmë njerëzve ikin në shtëpi. Jo. Ne po vendosim një konsistencë. Po ndiqni strategjinë që ndoqët me protestën para Bashkisë së Tiranës. Kjo ka edhe një arsye tjetër plus. Do t'i bashkangjitet i gjithë grupi parlamentar, sepse, siç e shikoni për postë të tjerash,
Narkosi po bën gjithçka të sfumoj jetën parlamentare dhe parlamentarizmin në vend. Nuk ka ndodhur në 35 vite ndonjëherë që për 20 minuta të shkojë një seancë dhe të mbyllet. Në 10 seanca vetëm një është zhvilluar. Atëherë kur raportuan organet e drejtësisë. Dhe hapësirat e opozitës në parlament janë eklipsuar, nuk ka zë. Merr fjalën disa prej nesh për procedurë dhe mbyllet parlamenti. Hapësirat e opozitës, të drejtat kushtetuese të opozitës janë shkelur me këmbë, sepse kushtetuta përcakton të drejtën tonë për komisionet hetimore. Por, edhe pse kushtetuta e përcakton, edhe pse gjykata kushtetuese para disa kohësh e konfirmoi këtë, por sërini na u mohua drejta kushtetuese për të kontrolluar si komision hetimor. Por në rast se opozita ka një gjë, për çfarë është parlamenti? Parlamenti është për të kontrolluar ekzekutivin. Po në rast se kjo e drejtë i mohohet. I mohohet edhe opozitës e drejtat të saj ligjore dhe kushtetuese. Atëherë për çfarë është parlamenti? Atëherë ne do ta zbresim parlamentin ke qytetarët. Aty do spostohet parlamenti. Ta bëni gjithmonë një herë në javë. Do spostohet parlamenti ke poshtë kreu të Narkos dhe të Belindës, nuk do të thotë që s'do shkojnë në parlament. Pra, këtë doja t'ju pyesja. Prandaj ju pyeta, ndërlidhet me ndonjë ditë caktuar pra me ditën kur zhvillohet parlamenti apo jo? Nuk do ekzistojë. E kuptoj. Do të jeni të shpërndar, disa në parlament, disa në protestë. Ato strategjinë nuk e them dot. E kuptoj. Lidhet me ditën kur mbahet seanca parlamentare apo jo? Pra, çdo javë do të jetë një protestë përpara kryeministrisë në ditën kur zhvillohet seanca parlamentare, kështu? Patjetër. Okej. Derisa të kreu i Narkos dhe zëvendësi i tij të shkojnë si lalieri. E qartë. Dakor, të kuptuam, patjetër do të kemi mundësi ta ndjekim në News 24.